Është përuruar mbi 3 muaj e gjysmë më parë, por çerdhja publike në Miloshev të Obiliqit ende nuk është hapur. Këtu mungon ende inventari, pavarësisht se Ministri e Arsimit Arberije Nagavci kishte thënë se kjo do të ndodhte në janar. Inventarizimi do të përfundojë në fillim të javës së ardhshme. Ky kënd i lojrave, cili do duhet të shfrytëzohej nga 80 fëmijë, ka mbetur bosh. Se kur mund të përfundojë gjithë procesi, nuk e di as pushteti lokal në Obiliq. Në këtë fazë janë duke u realizuar pjesa e inventarizimit dhe pjesët e tjera shtesë. Inventari është duke u sjell pjesë-pjesë, ndërsa nuk kemi diçka definitive rreth përmbylljes. Ministria nuk i ka kthyer përgjigje ATV-s lidhur me këtë temë. Banorët ankohen për këto vonesa, me që e konsiderojnë të nevojshme çerdhën në fshat. Se ta kanë marrë kjo dhe më kanë funksione sa më shpejt më sjell, se po ka fëmijë, po ka adin me pru, po ka nevojë. Ndërsa njohuesi i arsimit, Rinor Qehaja, thotë se investimet kapitale po përdoren për përfitime elektorale. A shfrytëzohen investimet kapitale në infrastruktura shkollore për përfitime elektorale, padyshim që po, pasi që promovon atë punën e mirë ose mos punën të një qeverie si premtim elektoral për zgjedhjet në ardhje. Ndërsa përveç inventarizimit, Drejtoria Komunale e Arsimit po pret edhe aprovimin dhe mbështetjen për normat e stafit nga mashte për këtë çerdhje publike.